Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën, nëse jeni mbi 50 vjeç, hiqni dorë menjëherë nga këto ushqime. Me hyrjen e të 50-ta, trupi kalon shumë ndryshime, prandaj ushqimi bëhet edhe më i rëndësishëm për ruajtjen e shëndetit dhe të energjisë. Zgjedhja e ushqimeve të shëndetshme ndihmon në ruajtjen e shëndetit, ndërsa disa ushqime mund të rrisin rrezikun për probleme të ndryshme shëndetësore. Së pari, ushqimet e skuqura janë një ndër ato të cilat duhet të kufizohen. Këto ushqime mund të ndikojnë negativisht në shëndetin e zemrës, të rrisin yndyrat në gjak dhe të kontribojnë në procese inflamatore në trup. Në vend të tyre, rekomandohet që ushqimi të përgatitet duke u zier, pjekur ose në avull. Gjithashtu, pijet e gazuara janë një burim mjaft i madh i sheqerit të shtuar. Konsumimi i shpeshtë i tyre mund të çojë në shtim të peshës trupore, por edhe në rritjen e rrezikut për sëmundje kronike. Zgjidhje shumë e mirë është uji, lëngjet natyrale pa sheqer të shtuar ose çajrat pa sheqer. Kripa e tepërt në ushqim është gjithashtu një problem i zakonshëm i ushqyerjes, edhe pse shumë njerëz mendojnë se burimi kryesor i kripës është që ne i shtojmë ushqimit. Në fakt, ajo e cila gjendet më së shumti në ushqimet e përpunuara, si për shembull tek mishi i përpunuar dhe ushqimet e gatshme, është akoma dhe më e dëmshme. Konsumimi i tepërt i kripës mund të çojë gjithashtu në tension të lartë të gjakut dhe njëkohësisht në komplikime të tjera shëndetësore. Buka e bardhë dhe karbohidratet e rafinuara gjithashtu nuk janë një zgjidhje më e mirë. Ato rrisin shpejt nivelin e sheqerit në gjak dhe nuk japin ndonjë ngopje për një kohë më të gjatë. Prandaj është mirë që të zgjidhen produkte integrale të cilat përmbajnë më shumë fibra dhe gjithashtu ndihmojnë edhe në ruajtjen e energjisë më të qëndrueshme gjatë ditës. Në fund, alkooli duhet të konsumohet me kujdes. Me kalimin e moshës, trupi e përpunon më ngadalë, prandaj efektet e tij mund të jenë më të forta dhe njëkohësisht të zgjasin më shumë. Konsumimi i kësaj pijeje mund të ndikojë negativisht në shëndetin e përgjithshëm, përfshirë këtu kockat dhe trurin. Nga mosha 50 vjeçare e tutjes, sistemi imunitar dobësohet gradualisht dhe kjo çon në zhvillimin e disa sëmundjeve. Disa sëmundje të zakonshme në moshën e mesme janë gurët në veshka, pneumonia, ataku në zemër. Megjithatë, një mënyrë jetese dhe njëkohësisht aktivitete të shëndetshme mund të ndihmojnë në uljen e rrezikut ose parandalimin e sëmundjeve. Këto janë disa nga problemet më të zakonshme shëndetësore pas të 50-tave. Ataku në zemër. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, rreth 17.9 milion njerëz humbasin jetën nga sëmundjet kardiovaskulare çdo ditë dhe 1 në 2 burrat në të 50-tat rrezikon këtë sëmundje të zemrës në një moment. Shenjat më të zakonshme janë dhimbje gjoksi, gulqim dhe dhimbje shpine, shpatull ose qaf. Ndërkohë, një person mund të ndiejë dërsitje, marramendje ose të ndihet sikur do të vuajë. Megjithatë, rreziku është i ulët nëse një person ka një peshë trupore të shëndetshme, nuk pi duhan dhe njëkohësisht ushtron rregullisht. Goditje në tru ndodh kur gjaku nuk arrin në pjesë të trurit siç duhet dhe ato qelizat të trurit fillojnë të vdesin. Është e nevojshme të kërkoni ndihmë menjëherë nëse ka dobësi ose mpirje të papritur në fytyrë, krah ose këmbë, humbje të oreksit dhe humbje të orientimit ose personi kufizohet dhe ka probleme në të folur. Për të reduktuar kështu rrezikun e goditjes në tru,
është e nevojshme të mbani nën kontroll presionin tuaj të gjakut, të ndiqni një dietë me kolesterol të ulët, të menaxhoni stresin, të ushtroheni dhe të ndaloni pirjen e duhanit. Aneurizma. Një aneurizëm ndodh kur muri i arterjes dobësohet dhe fryhet nga jashtë. Nëse ai mur lëshon rrugë, mund të çojë në gjakderdhje serioze të brendshme ose një goditje në tru. Simptomat mund të përfshijnë dhimbje të përziera, marramendje, lëkurë të butë dhe një ritëm të shpejtë të zemrës. Gurët në tëmbë. Këto janë copa të ngurtëstuara të tëmbësit, një lëng i cili e ndihmon trupin të hiqë qafen, mbeturinat dhe ato të cilat mund të ngecin në daljen nga fshikëza e tëmbësit, një organ i vogël poshtë mëlçisë. Përmasat mund të variojnë nga një kokë rëre në një top golfi dhe mund të shkaktojnë dhimbje tepër të forta në pjesën e sipërme të barkut ose prapa kërthizës. Një person ka më shumë gjasa t'i ketë këto nëse është i shëndosh, ka diabet ose sëmundjen e zorrës së irrituar ose nëse nuk ushtrohet. Pankreatiti akut. Ndonjëherë mund të shkaktohet nga gurët në tëmbë, është një inflamacion i pankreasit i cili prodhon enzima dhe njëkohësisht hormone si insulina, të cilat ndihmojnë në tretje. Ndërkohë shkakton dhimbje të forta në stomak, marramendje, të vjella dhe ethe, dhe gjendja gjithashtu mundet të jetë kërcënuese për jetën. Nëse shfaqen këto simptoma, është njëkohësisht e nevojshme që menjëherë ju të kërkoni ndihmë mjekësore. Mund të shkaktohet gjithashtu nga alkolizimi, nivelet e larta të kalciumit ose një yndyrë e quajtur trigliceride. Ndërkohë, mund të keni kocka të brishta. Humbja e masës kockore njihet si osteoporoza dhe ajo është veçanërisht e zakonshme sidomos tek gratë e moshuara. Ndërkohë, kalciumi dhe vitamina D mund të ngadalsojnë ose të parandalojnë përkeqësimin e osteoporozës dhe me disa medikamenteve të cilat do të ndihmojnë në ruajtjen ose në rindërtimin e kockave. Marramendja. Marramendja e papritur mund të ndodhë në qoftë se kristalet e vogla në veshin e brendshëm të cilat ndihmojnë në kontrollin e ekuilibrit shpërndahen. Ata kanë më shumë gjasa të shfaqen në një moshë më të madhe, sepse këto kristale nuk janë të fiksuara fort në vend. Mjeku mund të trajtojë këtë me një sër lëvizjesh të kokës, të cilat i kthejnë këto grimca në vend. Retina e shkëputur. Retina është shtresa e ndjeshme ndaj dritës në sy që përcjell atë që një person sheh në tru. Nëse shkëputet nga muri i jashtëm i syrit, nuk do të marrë oksigjen dhe gjërat e tjera që i nevojiten. Në këtë rast, personi mund të shohë njolla lundruese ose ndezje drite, madje mund të çojë në humbje të përhershme të shikimit, ndaj është e nevojshme të shkoni menjëherë tek mjeku. Gurët në veshka. Këto janë depozita të forta që zakonisht përbëhen nga kalciumi dhe formohen në veshka. Shpesh kalojnë pa dëmshëm nga trupi, por ato më të mëdha mund të jenë jashtëzakonisht të dhimbshme dhe të shkaktojnë gjakderdhje ose infekcion, ose të bllokojnë rrjedhjen e urinës. Ato janë më të zakonshme tek meshkuj dhe shfaqja e tyre mund të parandalohet nëse një person pi mjaftueshëm lëngje çdo ditë. Pneumonia. Njerëzit mbi 50 vjeç janë më të rrezikuar nga pneumonia e shkaktuar nga bakteret. Më i zakonshmi është bakteri pneumokoku, i cili mund të jetë i rrezikshëm për jetën. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.